Ama gjithsesi ja bëm, ja dolëm në fund dhe jemi shumë të lumtur që ju kemi së bashku. Faleminderit shumë që jemi neve. Faleminderit juve, e para. Okej, tjetër, na jep të vëllanin ta dëgjojnë edhe mysafirët nëpërmjet atij boksi që e ke ti. Regjia, nëse është e mundur, nëse s'është e mundur, bëmani me dije që s'është e mundur, edhe në rregull. Po të vëllani, thash që jemi më interesant se Real Madridi, edhe ta përmendëm emrin e kisha detyrim profesional që t'ju marrë edhe juve nëpërmjet telefonit. E para, kur është tema e tokës dhe familjes Dardone, mu s'më intereson as Reali as Barcelona. Okej. E dyta, folet për kushtet e Kosovës. Po më duket që asjo si keni kushte teknike bashkë më të mira. Domethënë, Po shihet tani. Kret na do të më përmirësua, po? Absolutisht po. I kemi, si kemi bënë në vjetë prej se mi pranu në UEFA. Po. Edhe Shqipnia i ka 100 e Sovjet për 1912, normal që janë shumë në aspekte para neve. Mbi të gjitha, po pajtona me shumë çka foli Emanueli, Dritoni, e sidomos Halili. Nuk është që unë shumë të radhëtoha pëse po shkon të Shqipnia, po të thëmë e ke dezertu si kapiten vendin edhe frontin. Dhe me thëmë me ta besu kapitenin, nuk është kollaj. Sa ty ka qatë shumë konkurencë, edhe me konë mesin e tyne, se limo me ta besu trakën e kapitenit. Okej, ta bëjni pyetje të vëllanin në kuadrët kësaj, a mos është problemi tek ju si federat, që nuk keni ditur ta trajtoni siç komentonte më herët Shako Hoxha në lidhje direkte? Nuk është e vërtet. Djali ka qenë listën e Fodës, sepse Foda, para se une me po listën, i ka thonë menaxherit të AS, pyete selektorin të Orleani kanë listë, mos t'ja prishi listën, edhe për të cilë futbollist mendojna që do me konë afër AS. Me automatizëm o kapiteni, se shko logjik tjetër. Kemi vlerësu që edhe Etniku, edhe Gallapeni, edhe Gashioni janë potencial të momentit, sepse ka dhe disa futbollistë tjerë që vinë nga jashtë që do të jenë potencial për anë. Tash, ne kemi grumbullimin në Antali. Këta aja kanë ndeshjen me Islandën. Nëse nuk llogarit për me lu që ta 3 futbollistë, mos ma prish skuadrën ose jam të e përgatit për rreth tyre ekipën për kualifikimet e ardhshme që besoj kemi një grup pak më të butë. Aty po folet shumë për patriotizëm. Mos të më shifën mas stres patriotizmit kërkosh. Definitivisht është koha që secili është të këshyr interesat personale. Mos të më shtim një kallëzune aty në patriotizmin, se din ata që janë studio shumë mirë, çka kom dhënë, çka kom bëne për futbollin e Kosovës. Nuk e mohoj këtë askush. Do me thonë, nuk komu një natë personale me kërkon, po mos të më thirrën në patriotizëm. Na jena Dardan. Ata janë shtet në veti, kanë qeveri parlament. Na jemi shtet veti, kemë qeveri dhe parlament. Nuk mundet duka se cilin futbolist. Merit ti futbolist ton që na si kena në listë. Nuk e kemë as një problem. Po jo çdo vjet 2-3. Do më thonë, bazamentin, temelin, po ta merë çdo vjet. Kushtrem, a di kush e ka ftuar në shumë Shqipnia, nëse na nuk i llogarisim. Po nëse na ata i llogarisim, mos na i dëmtoni skuadrën, sepse nështë atë s'po ki qef edhe mu kualifiku na. Në gjithë moment, Kosova ka shumë ma tepër nevojë për promovim. A di çka do me thonë, mu kualifiku një tenishat ose aja një evropian ose botror. Kjo për neve do me thonë shumë, se jena një situatë ku na vynë dihma neve, e ju ata me na masakrun që si mënyre. Tovërlani thot duka sot në deklarim, thot ne marrim vetëm futbollistët shqiptar, kushdo që dihet shqiptar luan për ne. Si e pati ju këtë mesazh? Po dhe e na çka jena? E na këtu çka jena? Çka jemi? Na jem kosovash